Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do përgatisim një recetë të bukur, po dhe të shijshme. Atëherë për recetën na duhen 4 të kuqe veze dhe 100 gram sheqer. Masën do ta përzijem mirë në mënyrë që sheqeri bashkë me vezët e kuqe të bëhet një masë kremoze e verdhë. Do shtojmë dhe 400 ml qumësht. Do shtojmë gjithashtu dhe 2 lugë niseshte dhe 2 bustina me vanilje. Masën do ta përzijem mirë në mënyrë që të shkrihen të gjitha brenda dhe do t'i marrim limonit lëkurën. Pasi kemi përzierë të gjithë përbërësit, do kalojmë në një tenxhere ku kemi përdorur zjarr mesatar në mënyrë që mos na ngjisë dhe do ta përzijem derisa masa të krijohet të bëhet masë homogjene. Pra si shikoni, keni kujdes se mos ngjitet dhe masën do ta kalojmë në një enë më të madhe ku do punojmë dhe do shtojmë brenda në të limonin që i morëm lëkurën, do t'i marrim lëngun. Gjithashtu kremin e përgatitur në fund do t'i shtojmë një lugë të plotë me qalp dhe lëngun e limonit që sapo kemi shtrydhur. Do ta përzijem mirë, tani që është e ngrohtë dhe pasi të përzihet mirë do ta vendosim në frigorifer të ftohet dhe të mbikset. Për recetën gjithashtu do na duhet dhe 400 gram pec sfoliat. Keni kujdes kur ta hapni në mënyrë që mos ta dëmtojmë dhe do ta shtypim me duar, sepse ajo është brumë, kështu që mund ta rrullojmë pak me duar. Më tutje do ta presim. Unë kam përdorur guacka të mëdhaja, domethënë 6 guacka për 6 persona. Nëse doni të përgatisni më shumë, mund të prisni në pjesë më të vogla dhe mund të krijoni rreth 12 ose më shumë. Kjo është një procedurë shumë e lehtë që gjithë mund ta realizoni në shtëpi, kështu që ua sugjeroj që gjithëve. Atëherë, katrorit të petës i presim anësoret, domethënë vetëm 2 anësore. Do kthejmë pak 2 cepet e mbetura në mënyrë që të marrin formën si guack. Më tutje do përdorim një kokë shiringe pastiqerie dhe do ta nxjerrim pjesë të vogla në këtë mënyrë. Gjithashtu me anë të një thike do bëjmë këto vizat në mënyrë që t'i japim formë që të duket si guack. Jo ta presim, kështu që mos përdorni majën e mprehtë të thikës, është thjesht për të bërë vizat në mënyrë që duket sa më dekorative. Të gjitha guackat do t'i kalojmë një tepsi me letër pjekje dhe do t'i lyhem pak me të kuqe veze. Tu kam përdorur vetëm një të kuqe veze. Ndërkohë para ngrohim furrën me 200 gradë dhe do t'i vendosim të piqen për rreth 15-20 minuta, gjithmonë duke kontrolluar. Ja pra miq, dhe guackat tona duken si guacka të vërteta dhe pasi t'i kemi pjekur do t'i lëm pak të ftohen 5 minuta dhe me anë të një thike do t'i presim në mes me shumë kujdes në mënyrë që guackat mos dëmtohen. Pasi t'i kemi prerë të gjitha guackat, do nxjerrim nga frigoriferi dhe kremin e përgatitur. Me shumë kujdes do hapim guackat në mënyrë që mos t'i dëmtojmë dhe do bëjmë mbushjen me kremin e përgatitur. Këtu do përdorim një shiring pastiqerie. Pasi të kemi mbushur të gjitha guackat, lart do shtojmë pak sheqer pluhur.
Kjo pra miq ishte receta për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni t'i bëni kanalit subscribe dhe like nëse ju pëlqeu receta. Bashkë do shihemi me recetat e tjera. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.